Kryebashkiaku i Shkodrës Benet Beci u dorëzua gjykatës antikorrupsion në Tiranë, si një funksionar lokal për të cilin kërkohet gjykimi i tij për akuzën e shkeljes së barazisë në tendra në bashkëpunim me 6 të tjerë. Abuzimi për të cilin Beci është në statusin e të akuzuarit dyshohet se është kryer gjatë kohës kur mbante detyrën e administratorit të kesh, ku si titullari asaj kohe përmendet se u sinkronizua me të pandehurit Jonit Kazani, Edlira Mitrushi, Ylkan Ishku, Adela Ruko, Rudin Gjoni përparim Dauti, duke përcaktuar dhe krijuar avantazhe të padrejta për një shoqëri gjatë tenderit 700 milion lek. Dosja e hapur në 2024 prej Byros Kombëtare të Hetimit mori shkas nga kthyrjet në telefonin e Evis Berberit, një tjetër ish zyrtar që ka llogaritë hapura me drejtësim për tenderat. Berberi sipas PAK është bashkëshortja Adela Rukos, e cila përfundon e pandehur në dosjen Beci, mbasi u zbulua në biseda dhe rezultoi si antare e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, se kishte bashkëpunuar për paracaktimin e fituesit. Në kërkesën për gjykim, SPAK thot se Korporata Elektroenergjitike Shqiptare hapi tender për projekt kërkimor me fokus zhvillimi strategjik i sektorit energjetik, por edhe titullari i kesh, Beci, edhe antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe të njësisë së prokurimit, kryen veprime në shkelje të ligjit, akuzon SPAK, duke nisur nga përllogëritja e fondit limit, hartimi i termave të referencës, përcaktimi i kritereve të dokumentacionit standard deri në fazën e vlerësimit të ofertave. Të gjitha këto privilegje dyshohet se u kryen në favor të shoqërisë fituese të tenderit.